Ishte një fluturim rutin mbi oqeanin Indian derisa drita e kuqe në panelin e kontrollit ndryshoi gjithçka. Kapiteni Noah Reyes dhe bashkpiloti i tij Jaime Malik u gjenden mbi një avion që nuk përgjigjej, duke u detyruar të bënin një ulje emergjente në mes të ujrave të hapur. Por rreziku i vërtet nuk ishte deti. Ishin dy silueta të zeza që po afroheshin me shpejtësi maramendëse. Piratët. Ata nuk donin jetët e tyre. Ata donin ngarkesën sekrete që ndodhej në bord. Kur goditjet e para u dëgjuan në derën e avionit, pyetja nuk ishte më nëse do të shpëtonin, por çfarë po transportonin vërtet që vlen aq shumë sa për të vrarë. Qëndroni me ne për këtë betejë mbijetese. Ishte një ditë tipike për kapitenin Noah Reyes dhe bashkpilotin e tij Jaime Malik, ndërsa lundronin mbi oqeanin Indian. Deti shtrehi para tyre i qetë si horizonti, por asnjëri prej tyre nuk e dinte se fluturimi i tyre rutin do të kthehej në shpejtësi në një luftë për mbijetesë. Me një miqësi të lehtë që vjen vetëm nga vitet e fluturimit së bashku, dy pilotët bënin shaka ndërsa navigonin rrugën e avionit. Ngarkesa që po transportonin disa komponent satelitor të shtrejtë dhe të rrallë ishte e lidhur fort në hambar, dhe çdo gjë dukej si çdo ditë tjetër. Por kjo ishte gati të ndryshonte. Noah rregulloi kufjet dhe shikoi pasqyrimin e krave të avionit detar që shkëlqenin në ujin poshtë. Ajri ishte i butë dhe qielli ishte i pastër, derisa një dritë e kuqe e ndezur papritur pulsoi në panel. "Jaime?" pyeti Noah, me zërin e qetë, por me një dosë shqetësimi. "Po, e shoh," u përgjigj Jaime, duke kërkuar tashmë në leximet e sistemit. Ata ishin dy pilotë të trajnuar, të përgatitur mirë për pothuajse çdo gjë, por kjo ishte diçka ndryshe. Aktuatorët e timonit nuk po përgjigjeshin. Nuk kishte asnjë rezistencë kur Noah shtypte pedalet. "Diçka nuk shkon," murmuroi Noah. "Kemi humbur kontrollin e timonit." "Jemi në telashe," tha Noah me një zë të ftohtë, ndërsa mendja e tij po bluante mundësitë. Jaime shtypi kontrollet me nervozizëm. "Nuk mund të ulemi kështu në pistë. Edhe një erë lehtë ansore mund të na nxjerrë jashtë kontrollit." Noah nuk hezitoi. Do të duhet të bëjmë një ulje emergjente në det. Ndërsa avioni detar zbriste, tensioni në kabinë u rrit. Avioni u drodh fort kur goditi ujin me një impakt tronditës, duke u kërcyer 1-2 herë përpara se të stabilizohej mbi sipërfaqen e oqeanit. Por sfida e vërtetë sapo kishte filluar. Ata ishin 70 milje larg bregut të Gjibutit dhe roja bregdetare ishte orë larg. Noah shikoi mbi ujë duke u përpjekur të qëndronte i qetë, por deti shtrehi në çdo drejtim dhe ndihma nuk dukej askund. Motorët punonin në boshtë dhe avioni po driftohej ngadalë. Duhej të gjenin një zgjidhje më të shpejtë. "Nuk mund të qëndrojmë kështu," tha Noah, duke tundur kokën. "Duhet të lëvizim." Jaime duke skanuar GPS-in murmuriti. "Jemi shumë larg. Koha e mbritjes së rojës bregdetare është mbi 3 orë." Por Noah nuk ishte gati vetëm të priste. "Le të shohim nëse mund të talirojmë timonin me forcë dhe të afrohemi me kursitë e lundrimit." Ishte një ide e dëshpëruar, por ishte e vetmja që kishin. Ndërsa po punonin me dëshpërim, diçka u shfaq në horizont. 2 varka të gjata dhe të errta po lëviznin drejt tyre mbi val. "A mund të jetë roja bregdetare?" pyeti Jaime duke i mbledhur sytë nga largësia. Noah nuk e ndante optimizmin e tij. Varkat po lëviznin shumë shpejt dhe kishte diçka të gabuar në mënyrën se si po vinin. Ato nuk po i përgjigjeshin thirrjes së urgjencës. "Duhet të lëvizim," tha përsëri Noah, duke ndjerë urgjencën që po e gryente. "Bëu gati të ndezësh motorët. Nuk do të qëndrojmë këtu si shënjestra të palëvizshme." Ndërsa varkat afroheshin, Noah dhe Jaime kuptuan të vërtetën e hidhur. Siluetat e errta nuk ishin shpëtimtar. Motorët e tyre ulurinin ndërsa çanin ujin me një shpejtësi të rrezikshme. Jaime mori mikrofonin. "Mjetet të pa identifikuara që po i afrohen fluturimit. Ju lutemi përgjigjuni. Jemi një avion detar i dëmtuar. Kemi nevojë për asistencë." "Asnjë përgjigje." "Nuk po përgjigjen," murmuriti Noah, duke shtrënguar dorën në kontrolle. "Kush janë ata?" Zëri Jaime dridhej. Noah uli dylbit. "Pirat." Një rënqethje fort përshkroi shtyllën kurrizore të Jaime. Si e morën vesh që ishim këtu? Realizimi i goditit të dy si një grusht në stomak.
Ajo që nisi si një fluturim rutin, tani ishte kthyer në një takim me piratët. Duhet të lëvizim, urdhëroi Noa, duke shtyr levat e gazit përpara. Avioni detar kërciti dhe rënkoi ndërsa filloi të merrte shpejtësi ngadalë, duke u tërhequr drejt lindjes. Varkat po i ndiqnin ende, duke u afruar me çdo sekond që kalonte. Avioni ishte i plagosur dhe motori po luftonte në sforcim. Ngarkesa në pjesën e pasme po lëkundej fort. Ata nuk e dinë se çfarë po mbajmë apo jo? Pyeti Jaime me një vështrim nervoz. Noa nuk u përgjigj. Sytë e tij ishin të ngulur në horizont. Nëse po na ndjekin kaq fort, nuk ka rëndësi. Ata mendojnë se është diçka e vlefshme. Piratët nuk donin vetëm avionin, ata donin atë që ishte brenda. Varkat e piratëve ishin pothuajse mbi ta. Ata mund të shihnin figurat në varka të maskuara dhe të armatosur. Çdo moment ndihej si një përjetësi. Jaime shikoi me nervozizëm nga dera e pasme ku arkat po zhvendoseshin. Po sikur të hyn brenda. Nuk do të hyjnë, tha Noa, por zëri i tij ishte i mbushur me dyshim. Pa pritur, një goditje e fortë erdhi nga jashtë e ndjekur nga një zhurmë gërvishtjeje. Një nga piratët po përpiqej të hapte derën nënsore. Zemra e Jaime ndaloi, po përpiqen të hyjnë. Noa shau në zë, bllokoje derën tani. Jaime u hodh për të lëvizur arkat e rënda duke i shtyr ato kundër derës dhe të gjithë forcën e tij. Avioni dridhej me çdo lëvizje, por dera rezistoi. Për momentin, tingujt e goditjeve dhe britmave nga jashtë bëheshin më të dëshpëruara. Noa shtiu motorët në maksimum, duke u përpjekur të nxirrte edhe pikën e fundit të shpejtësisë nga avioni dëmtuar. Nuk do t'ja dalim, tha Jaime me zë dridhës, por pikërisht kur dukej se piratët do të hipnin në avion, një zë i largët pregu ajrin, ulurima e pagabueshme e një sirene. Roja bregdetare, bërtiti Jaime, varkat e piratëve, duke kuptuar se do të kapeshin, filluan të largoheshin me shpejtësi. Anijet e rojës bregdetare mbritën pikërisht në kohë, duke rrethuar zonën dhe duke i detyruar piratët të dorëzoheshin. Brenda pak minutash, situata ishte nën kontroll. Noa dhe Jaime mezi e besonin, ata mbjetuan. Piratët u morën në paraburgim dhe arkat mbeten të paprekura. Të dy pilotët nxorën një frymëmarrje lehtësimi, trupat e tyre u lëshuan nga lodhja. Por ndërsa po shoqëroheshin drejt anijes shpëtimtare, Noa dhe Jaime nuk mund të heqin ndjenjën se kishte diçka më shumë në këtë histori. Pyetja mbeti e hapur. Çfarë po transportonin saktësisht? Dhe pse piratët ishin aq të dëshpëruar për ta shënë në dorë? Të dashur shikues, çfarë mendoni se fshihej në ato arka që vlenin më shumë se jeta e dy pilotëve? A ishin vërtet thjesht pjesë satelitore apo diçka shumë e rrezikshme? Na tregoni në komente. Nëse ju pëlqeu kjo histori, bëni like dhe abonoheni në kanalin ton. Ju faleminderit.